Përshëndetje fëmi, vazhdojmë me orën e dytë të lëndës së matematikës. Tema shkrimi dhe leximi i thyesave. Por, çfarë do të mësojmë? Çfarë janë thyesat, si shkruhen thyesat, si lexohen thyesat? Thyesat janë numri që tregojnë një pjesë të STR-s. Për shembull, kemi një rreth të ndarë në 6 pjesë të barabarta dhe marrim 4 pjesë prej saj. Kështu do të formohet thyesa 4 të 6-tat. Por, çfarë tregon numri 4 dhe numri 6? Ta shohim me vëmendje. Numri 4 tregon pjesën e marrë të figurës dhe quhet numëruesi i thyesës. Numri 6 tregon pjesën e ndarë në mënyrë të barabartë të figurës dhe quhet emëruesi i thyesës. Shohim një tjetër shembull. Marrim një katror. E ndajmë atë në 4 pjesë të barabarta. Cila pjesë e figurës është e kuqe? 1/4, pra kemi 1 nga 4 pjesë të barabarta të kuqe dhe lexohet 1/4. Cila pjesë e figurës është e jeshile? 3/4, pra 3 nga 4 pjesë të barabarta janë jeshile, lexohet 3/4. Përsërisim së bashku. Thyesat janë numrat të cilat paraqesin pjesë të një tërësie. Për shembull, një rreth i ndarë në 4 pjesë të barabarta është ngjyrosur 3/4 e rrethit. Numri 3 tregon se sa pjesë marrim nga ndarja e tërësisë dhe quhet numërues. Numri 4 tregon se sa pjesë të barabarta ndahet tërësia dhe quhet emërues. Vija e zezë quhet vijë thyesore. Detyrë, plotësoni thyesat të figurat e dhëna në fletore pune dhe në libër. Shpresoj të jeni kënaqur. Mirupafshim fëmijë, shihemi përsëri.